Kryeministri Edi Rama dhe zëngjinët e tij si zëvendës, ministra, deputet dhe kryebashkiak gjithnjë dhe më shumë gërrye në luks duke vjedhur dhe grabitur taksat e shqiptarëve dhe këtë e vazhdojmë të pashqetësuar nga drejtësia. Këtë herë bëhet fjalë për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është akuzuar nga opozita si një prej figurave më të korruptuara në qeverinë Rama, e cila i ndoron unazat e Zafirit sipas ngjyrave të veshjes. Në redaksinë e Syrit ka mbërritur një denoncim ku thuhet se 2 prej unazave të Zafirit të vendosura në gishtat e Belinda Ballukut kushtojnë më shumë se 15.000 euro. Në një kohë që familjet shqiptare dhe pensionistët nuk plotësojnë dot nevojat mujore me paga qesharake dhe mbështetjen skandaloze nga shteti, varësësit e Edi Ramës bashkë me të në krye grabisin dhe zhvasin çdo qindark, duke ngrënë biftek 1.000 euro, madje pinë verë me 33.600 euro shishen, veshin brek dhe fustane mbi 800.000 euro, si dhe mbajnë unaza nga 15.000 euro në përduar.